Në ditën e dytë të takimit mes Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asocimit dhe Bashkimit Evropian, rëndësi e veçantë ju dha Shtetit të së Drejtës dhe luftës kundër korrupsionit. Raportuesi i Parlamentit Evropian Andres Schinder e vuri theksin te rëndësia e procesit të vettingut i filluar në 2016, për të cilin thot se po përfundon me sukses. Megjithatë, ai nuk la pa përmendur disa pika që duhen përmirësuar për sa i përket reformës në drejtësi. Inspektori i drejtësisë së lartë është operacional, por i kufizuar kritik për numrin e kufizuar personelit dhe kozgjatjes mandateve. Kjo është një çështje ku Shqipëria duhet të punojë. Ndërkohë, Christian Terhes, pjesë e delegacionit të Parlamentit Evropian, ishte më kritik ndaj reformës në drejtësi, teksa u ndal tek fakti se për të marrë drejtësinë në gjykatat shqiptare duan 15 vite. Ai u ndal edhe te vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja. Dhe kur e pash në media, shumë njerëz lavdëruan vrasësin, thanë që është hero, dhe kjo duhet jetë një thirrje për të gjithë. Ndërkohë nuk munguan replikat mes opozitarëve dhe përfaqësuesve të mazhorancës, ku sipas Bardit nuk ka progres real me qeverinë aktuale në pushtet. Flisha për progres, por për fat keq vështirë të evidentosh në një progres gjatë qeverisjes së partisë në pushtet. Por për ish-ministrin e drejtësisë Ulsi Manja, progresi është i dukshëm dhe të gjitha problematikat do të përmbyllen brenda 2027-s. Nivel të monitorimit të zbatimit të detyrave që ne kemi marrë përsipër sa i takon grup kapitujve me Bashkimin Evropian, dhe ne shpresojmë që brenda vitit 2027 të përmbyllim kapitullin e negociatave me Bashkimin Evropian. Në deklaratën e përbashkët, Balla vuri në dukje nevojën për përmirësimin e legjislacion, si dhe vlerësimin pozitiv të ecurisë së Shqipërisë në rrugtimin evropian. Presim ambicjen për të çuar përpara negociatat e antarësimit, e në veçanti ecurinë në hapjen e një numri mbreslënës të grup kapitujve negociues gjatë 12 muajve të fundit, me pritshmërinë për të hapur grup kapitullin e fundit të mbetur përpara përfundimit të vitit.